Të nderuar shikues, përshëndetje nga Zvicra. Kemi kënaqësinë të zhvillojmë një intervistë ekskluzive me ish-deputetin dhe kandidatin për deputet në Republikën e Kosovës, zotëri Fatos Keci. Zotëri Keci ka pranuar të flasë hapur për vizitën e tij në Zvicër, për angazhimin politik, për sfidat dhe zhvillimet aktuale në Kosovë. Zotëri Keci, faleminderit që pranuat këtë intervistë për Syri TV në Zvicër. Kënaqësi Besi, faleminderit për ftesën. Edhe djetë premtuva që kam orë dhe mbojta premtimin, kështu që kënaqësi. Faleminderit që mbajtë premtimin, po faleminderit edhe që pranuat jeni në studio televizionit Syri për shkak se disa deputet nuk kanë pranuar dhe na kanë pas frikën. Faleminderit që keni këtë respekt për televizionin Syri. Fillimisht, cila ishte arsyeja juaj këtu në Zvicër në këtë fundjavë? Së pari, sa i përket televizionit juaj, e vlerësoj shumë sepse ka pa anshmëri. Është televizion serioz, është i akredituar me sa di vetëm në Zvicër. Kjo ka qenë arsyeja kryesore që ku vendos me orë. Dhe së dyti, po mendoj te televizioni jo, së dyti arsyeja edhe më kryesore që jam në Zvicër sot është dobimi i tjeshëm, i cili ishte prafërsisht 5.000 vetë, e ke po edhe vetë sa përkroja ka qenë për kryeministrin Kurti, edhe takime me qytetarë, ka shumë qytetarë, shtetas tonë që të jetojnë këto, edhe ka marrë për të vizituar të gjithë, të takoj për safërmi, sepse mendoj që kemi parqë. Po isha në atje dhe pash për safëri dashurinë ose simpatinë që kishin ndaj teje shumica dhe shumë diasporës, për shkak se edhe kjo vërtetën ju keni marrë shumë vota nga diaspora. A keni takime të planifikuara me komunitetin shqiptar këtu në Zvicër gjatë këtyre ditëve ose edhe çfarë mesazhi keni për ta? Sot kam edhe 2 takime në Cyre, pastaj në mbrëmje kam edhe 3 takime tjera në Lozan, 4 takime tjera i kam në Gjenevë, po i nderuar është shumë e vërtet që janë votu jashtëzakonisht shumë. Disa nga deputetet e lëvizjes më thonë të jesi me qeni mërgatës, për arsye se ka marrë vota masive, sidomos nga Zvicra dhe nga Gjermania, kështu që besoj që njëri vetëm ose deputetin ndër të rrallët ose të vetmit që ja kam bërë të jem sa ma oportune jam në këtë rast. Edhe sa i përket dashurisë ke po edhe vetë, ku marrë për kroje nuk e kum prit, më thot drejtë nuk e kum prit, vazhdimisht kam bërë foto, video me njerëz që nuk kum pas mundësi as mi prejk telefonin tem, tu afru afër njerëzve tonë që jetojnë këto. Kur jemi të diaspora ose të mërgjata, se paraqisni ju pjesëmarrjen e mërgjimtarëve në shtet ndërtim për shtetin e Kosovës? Siç e dini, domethënë mërgjata ka një rol jashtëzakonisht të rëndësishëm për Kosovën, sepse vetë ata janë Kosova. Po fillojmë për vite 98, 99, 97, ju e dini sa miliona janë ardhur nga mërgjata jonë për financimin e ushtarëve të UÇK-s në kohën e luftës. Pastaj edhe sot që jemi në vitin 2026, në vazhdimsi mërgjata ka kontribuar shumë për ndërtimin e shtetit tonë, po ashtu remitancat janë jashtëzakonisht mëdha për familjarët e tyre, për njerëzit e tyre, kështu që mendoj që se di pse quhet mërgatë. Mendoj që jemi si një qytet tjetër ose siç më thos si një shtet i ndonë në regjione të ndryshme që bashkohen në vendlinjën e tyre në Kosovë në këtë rast. Për publikun që ju njeh kryesisht nga debatet politike, kush është Fatos Keci jashtë kuvendit? Si do ta përshkruani veten në aspektin personal? Atëherë, Fatos Keci jam një njeri shumë i thjeshtë, jam qytetari i Prishtinës, siç e dini jam lindur dhe jam rritur me prejardhje jam nga Llausha Drenicës, jam i martuar, kam 2 fëmijë, jetojnë i lumtur pranë familjes tem, pranë prindërve, kështu. Na tregoni pak për formimin tuaj akademik, studimet, specializimet, doktoraturën, përvojën tonë personale para se të hyni në kuvend. Faleminderit, domethënë shkollën fillore e kam përfunduar në Drenicë, në Llaush, shkollën e mesme e kam përfunduar në gjimnazën Sami Frashëri, në atë kohë ka qenë gjimnazi më i mirë në Kosovë. Domethënë kam përfunduar me sukses shkëlqyeshëm. Në Prishtinë, po. Po, në Prishtinë. Pastaj studimet bachelor dhe master e kam përfunduar në Universitetin e Prishtinës, Hasan Prishtina, drejtimin banka financa dhe kontabilitet. Pastaj pas studimeve doktoratës kam aplikuar një njëjtin program, domethënë njëjtin drejtim, banka financa dhe kontabilitet. Po ashtu kam pas fatin
edhe kam fitu 3 bursa ndërkombëtare, një ndër universitetet më prestigjiose evropiane, siç është Universiteti Côte d'Azur, ku atje kam pasur në vazhdimsi, domethënë 3 bursa të fitu në 3 vjet radhazi, edhe kam pas një eksperiencë jashtëzakonisht mirë. Për me fitu bursa du me konë edhe student i mirë, sa di unë. Duhet me qenë student i... Kam qenë student, ndoshta i dalluar, po, kam qenë student i mirë, pastaj ata kanë kanë qenë një komision, Universitetit Côte d'Azur, kena zhvillu intervista, kena bo projekt propozimi cile ka qenë i arsyeshëm që aty në ka pëlqy. Kujtohet projekt propozimi i parë për bankat komerciale në Kosovë, që kanë bon me po për shembull kushtet në Kosovë dhe kushtet atje, cilat i marrin ata për kredit ndryshme, për shembull për përmirësimin e jetës, kanë bo analizë thellë kështu. Po ka njerëz që thonë se Fatos Geci ka hyrë në politikë falë mbi emrit Geci dhe traditës familjare. Si përgjigjen ju kësaj? Atëherë, unë jam shumë krenar që jam Gec mas pari, edhe që kam tradit, edhe ndoshta edhe për këta dhe kom hyrë në politikë, por nuk është edhe kjo arsyeja kryesore, kam hyrë për të jap një kontribut në fushën e ekonomisë, sepse mendoj që Kosova ka më shumë të nevojë që të ketë një sistem të mirëfillt, një sistem të mirë, ku të ketë kushte më të mira për qytetarët. Po me fjalë tjera, cili ka qenë motivi ju i kryesor për të futur në politikë? Duke më parasysh ju shkollimin tuaj kishit mujt me gjetë edhe punë tjera privat që të paguhen edhe më shumë. Unë kom punu në sektorin privat, edhe kur e kom pas se kryeministri Kurti me të vërtetë ka nevojë për mbështetje, sepse mendoj që është njëri pa korruptum, është njëri me parime, është njëri me qëndrime, edhe kom vendosur që mu shkëput nga ana e familjes të cilin kanë qenë me dekada, që nuk kom mendu që ka diçka drejt, ose nuk kom mendu që respektojnë parimet ose gjërat e drejta. Në këtë arsye jam donë përkroje të kryeministrit Kurti, me thot drejten në vetëvendosjen e kom përkra që 10 vite e 1 muaj, saktësisht tash jam ba, momentin që për herë të fundit, domethënë Hashim tha që është bë president me kurumën edhe me votat e LDK-s, familja rreth i ngushtë e din që 10 vite e më shumë, unë nuk e përkraj më LDK-n, dhe jam përshëndet domethënë me atë sistem të LDK-s, e që 5-6 vite domethënë e kam bërë qëndrimin tim publik, që janë përkrajt kryeministrit Kurti, pastaj me vënë në formu dhe lista gocash që i përkrajnë të dyja në këtë aspekt. Atëherë kur keni bë edhe publikisht, nuk jeni më përkrasu se e Lidhjes Demokratike të Kosovës, atëherë ka bën një bujë goxha të madhe, si djali i familjes Geci u largu nga LDK-ja. Dhe ju, kjo do të thotë se jeni familje demokrate, për shkak se nuk ju kam pengu, nuk keni secili mendon ashtu siç e sheh vet. Absolutisht. Se cilit në familjen tonë ju respektuat e drejta e vetë, i merr vendimet i pavarur, edhe qofshin të gabura ose të drejta, jemi që se cili me gjiku vetën për ato që i kemi. Të thonë jemi shumë familje demokrate. Vitin e kalun kam pasur edhe, ose zgjedhjen e kalun kam pasur edhe agjen tuaj, Fadil Geci, dhe ai tha se na jemi familje demokrate dhe kështu që nuk na pengon aspektin familjar, jemi familjar, mendimet politike kemi se cili mund të vendosë për vetën e vetë. Që shtojnë një fjalë, jeni rritur dhe i vakcinuar, se cili vendosë ato që ndjenë, që e shenë. E vërtet. Po, së fundmi kemi disa prej deklaratave tuaja në kuvendin, ka shkaktuar debat politik. A mendoni se ndonjëherë jeni keqkuptuara për nxjerr nga konteksti? Mendoj që po. Në përgjithësi, për shembull, janë disa, jo vetëm të ju ka ndodhur, po ndodhin të shumë deputet ose politikanë që ku në fundit propaganda, po edhe tash nuk mund të thonë që janë gjitha kanë profilin e mediave, apo janë të licencuar, apo punojnë si gazetarë, apo pa më parë çka, po nxjerrin video nga konteksti, montazhet e herën e fundit që ndodhi edhe me Glaukën edhe me disa të tjerë. Po do të thonë përgjithësi këto që po keqkuptuhen, po nxjerrin nga konteksti. A jeni ju i pajtimit, apo keni diçka me thonë lidhe me mediat që me zispresin të devijojnë? Po, aja që muj me thonë, mediat, sidomos analistat në Kosovë, janë një njëjta garnitur, që mi qujtë, me thonë, prandaj edhe ju keni heshtur deri më tash, nuk keni dhënë intervista? Nuk kom ja pas një intervistë, kom pas shtesa jashtëzakonisht shumë,
nuk më jep, sepse nuk e kom po të arsyeshme më jep të analistat tillë që i japin konotacion komplet tjetër, një çështje të caktuar ose një fjalë të caktuar, kështu që i kum refuzu të gjitha edhe vazhdoj me refuzu edhe sot, sepse nuk janë të përgjithshëm e bojnë ashtu siç i konvenon për klikime për gjëra të tjera, edhe kjo ka qenë që i kum refuzu në vazhdimsi. Dhe erdhët në Zvicër, mesin në fund, me thonë drejtën, e di unë që akom hek derisa ju kum bind për mi marrë një intervistë. Po gjendja politike në Kosovë, si vlerësoni atmosferën politike në Kosovë, sidomos në këtë periudhë zgjedhore? Më thot drejtën, unë i kum përcjell në vazhdimsi 3 parë zgjedhjet e fundit, sidomos dhe kam qenë mjaft aktiv. Mendoj që atmosfera asnjëherë nuk ka qenë më e mirë se sa tani. Asnjëherë nuk ka qenë atmosfera më e mirë se tani, sepse vetë edhe të ishe prezent dje, ti ke qenë edhe më herë në tubime tjera dhe pove dhe vetë se çfarë atmosfere ishte, e njëjta atmosferë është edhe në Kosovë. Mendoj që 51% që e dhjeturit të vitit kalun ka mu të e kalu. Ka mu të e kalu edhe jam shumë i bindun, edhe kjo intervistë ose një dëshmi që do ta shohësh edhe vetë, pas rezultatit të 7 qershorit, do ta shohin edhe qytetarët, edhe opozita, edhe të gjithë, se çfarë disponimi është i madh. Asnjëherë nuk e mojnë mend një atmosferë më të madhe se sa tani. Dorën zemën, me thonë realitetin, unë jam apartja, munduhem me majtat neutralitetin për shkak të punës dhe profesionit që e kam. Shkoj zakonisht në të gjitha tubimet, edhe të Partisë Demokratike të Kosovës, Ligës Demokratike të Kosovës, se cila parti, munduhem të jam të shoh vetë atmosferën, të shoh përse afërmi, jo duke besuar pamjeve, sidomos tash me to rrjetet sociale dhe me këtë sistemin KI po bojnë, kështu që e di edhe tubimin, edhe numrin e saktë, edhe atmosferën. Po, cilat janë synimet tuaja politike për mandatin e ardhshëm? Tash ju në fakt jeni kandidat, kërkoni votin nga qytetarët e Kosovës. Synimet e mia në të ardhmen është vazhdimi i punëve të mira të kryeministrit Kurti, të nisur atash 5 vite më herët, 6 po bëhen, pastaj hartimi politika për rritjen e punësimit, hartimin e politikave për rritjen e prodhimit, sepse nëse rriten prodhimet, atëherë edhe eksportet edhe bien importet, edhe luftimi i korrupsionit vazhdimsi nga kryeministri Kurti, sepse siç e dini, kryeministri Kurti është i pa kompromis në luftën ndaj korrupsionit. Shikues të nderuar, janë disa gjëra që duhet cekin patjetër. E kështu që unë kam qef. Janë disa gjëra që nuk pi thot as opozita, janë disa, mund të them, deklarata të forta që mundem të thonë se janë ose duhet mi thonë, po pse nuk mi thonë nuk po di. Çfarë mund na ndani sot me publikun? Çështja për shembull kur e Vjosës Osmanit, presidentis. Ju jeni në Guxha, po në koalicion me Lëvizjen Vetëvendosje dhe jeni ndjeni, jeni afërt, keni qenë afërt me presidentin, me Vjosë Osmanin, për shembull me Partinë Guxha Alternativa Vetëvendosje. Dhe besoj që ka diçka që duhet më na thonë, janë do pa qarta, nuk i ka thonë as opozita, as pozita. Okej, spore, unë personalisht Vjosë Osmanin asnjëherë nuk e kam taku, as nuk kam nejt me ta. E dyta, kuve të fundit, domethënë kur ka qenë presioni për president, para se të bëj kjo presidente, unë kam qenë neutral, edhe nuk kam qenë kundër Vjosës për presidente. Në momentin se e kam pa të Ndret Thaqe në fushatën mbrojtje të Hashim Thaqet, e cila vetë është rritur duke kundërshtuar Hashim Thaqen, aty e kum njoftu edhe kryeministrin, e kum njoftu edhe kryetarin e Partisë Guxha, që unë personalisht si deputet i Republikës Kosovës nuk do ta votoj për presidente. Pavarësisht që kuve të fundit kom pas një presion ka ekipi i Vjosës Osmanit, e kam cek edhe në rrjetet sociale, zyra presidentes më ka thirrë në vazhdimsi për në takim, gjë që e kam refuzuar, sepse ka gjëra të cilat ajo e din çka ka bën, ka bllokada të ndryshme të cilat i ka bën në vazhdimsi që populli nuk e din, kështu që nuk ja shoh të arsyeshme tash mu shpreh ose me fol një pas një. Do të nuk keni diçka personale apo profesionale lidhje përveç çështjes të Kosovës? Absolutisht nuk kam asgjë personale, po kjo ka tregu
sidomos kohëve të fundit, e ka tregu edhe zyrtarisht se interesi i saj personal është shumë më i madh se sa interesi shtetëror. A ka informacione ose prapaskena apo të vërteta që mendonin se qytetarët duhet t'i dinë nga pozita apo opozita? Ka diçka, mu po më duket gjatë gjithë kësaj ndodhije që ka ndodhur, ka diçka që duhet me thonë dikush. Po ruhen, diçka po mungon si të opozita si të pozita. Kush është ai që mundet me thonë të vërtetën? Janë disa gjëra që nuk fliten, megjithatë fati më i madh i Kosovës është që Vjosa Osmani nuk është as kandidate, as presidente, as nuk do të jetë. Edhe tham publikisht, edhe pse kryeministit Kurti unë i besoj që nuk do ta kandidat sepse kjo ka pas edhe brenda LDK-s, ka pas zëra që nuk e kanë përkra, jo dini Hikmete Bajramin, Abdullah Hotin, Janina, ka dhe deputet tjerë, edhe dini edhe rastin e fundit të LDK-s që sjellin një listë disa orë para përfundimit e mandatit kushtetues për emërimin e presidentes, që nuk ka qenë i përfshin emri i saj në absolutisht hiç, edhe na e dina shumë mirë që kjo as nuk u përkras për LDK-s, as për shumë deputetëve tjerë. Ne personalisht edhe kryeministri nuk ka qenë kundër, as partia Guxa. Mirë po situata është kriju në atë mënyrë sa që nuk ka pas çka jep kjo më shumë. Bllokatat, dëmet që ja ka bë janë të parikuperueshme mendoj. Që populli në këtë rast nuk e den. Mendoj që ditën në vazhdim do të shpalos diçka edhe më shumë. Po sa është e rëndësishme transparenca në politikë, për shembull sidomos në kohën e zgjedhjeve, pse tash kanë prit më shumë që kanë më dalë, kanë më thonë me fol më shumë si pozita si opozita, domethënë kur është puna po ruhen. Nuk është çështja që po ruhet dikush, siç e dini ju, edhe din krejt populli i Kosovës, krejt shqiptarët, e kemë vetëm një lider. Kosovë është vetëm një lider, Albin Kurti, nuk ka kundër kandidat. Këtë rast unë e vlerësoj, edhe i kom shkruajt personalisht edhe kom thënë kryeministit Kurti, unë pëlqen qëndrimi i tij që absolutisht nuk po merret me vjusën, edhe njeriu do të merret me një opozitë ose me një kundërkandidat. Në këtë rast nuk ka kundërkandidat të kryeministrit Kurti në Republikën e Kosovës. As nuk do të ketë sosh në politikë. Siç e thojnë tritë të moshunit e krejt baba, e thojnë në aspektin politik, sepse në fakt është baba i institucionet Kosovës. Sa jeni me njerëz, po kthejmë tash mos jemi edhe në Zvicër, në televizion, se kjo ka shumë për diskutuar më të folur, por shpresoj që herën tjetër kemi kohë edhe më shumë, edhe diskutojmë, edhe mund të flisni edhe për gjëra më të thellësisht politike, dhe të jeni më shumë transparent, jo vetëm ju, por ata atyre që i takon më shumë se juve me fol, për shembull siç janë edhe Vjosa, po edhe Albin Kurti. Kur jemi në Zvicër, sa jeni me njerëz ndaj votuesve tuaj në Kosovë e në veçantinë ndaj Mërgatës, ku sot jemi këtu në një medium të vetëm shqiptar audiovizual në Zvicër. A jeni me njerëz? Unë personalisht jam shumë mirënjohës. Në zgjedhjet e dhjetorit, unë kam qenë në nivel të Kosovës, i 37 i renditur për nga fuqia votës, me ardhen e votave nga Mërgata, unë jam renditi 28, dhe më thonë lëvizjen vetëvendosje, në pozita më lartë, dhe më thonë personalisht jam mirënjohës jashtëzakonisht shumë sa i përket përkrahjes në këtë rast ndaj meje. E kur jemi të mirënjohje, po të mbështetja juaj tash së fundi, keni patur bazë komenteve, postimeve që kemi përcjellur nëpërmes rrjeteve sociale, ju keni marrë mbështetje goxha të madhe, po disa edhe kritike, a mundesh deklaratat të fundit tuaj, po mendoj për shembull si e shpjegoni deklaratën tuaj kur ka të bëjë sidomos për deklaratën e fundit në Parlamentin e Republikës së Kosovës që keni folur për Hashim Thaçin. Vlora Qitakun e disa të tjerë deklarata që ka bë buj, mund me thonë, ose kanë shpërnda më të madhe, sidomos kundërshtarët tuaj politik. Sa i përket Hashim Thaçit, do të thonë, unë qëndroj prapa atyre fjalëve, sepse unë vetë kam thonë dhe kam i thonë sa herë që është tash nevoja, po ashtu kam qenë i vetmi në Kuvendin e Republikës së Kosovës që rezolutën për mbrojtjet e tyre kam qenë kundër, pastaj edhe si antar i Komisionit për Buxhet dhe Financa kam qenë kundër ndarjes së 8 milion euro shtesë për mbrojtjet e tyre, po ashtu më keq shumë që Hashim Thaçi ka mohu luftën UÇK-s, ka thënë që ka qenë larg vija të frontit. Njëkohësisht më keq edhe për 3 bashkëluftëtarët e vërtet
të shumë komandanta të vërtetë të ushtrisë lirimtare, siç është Recep Selimi, pastaj Jakub Krasniqi dhe Kadri Veseli. Gjithashtu ndina jashtëzakonisht keq kur disa analist mundohen me jep një drejtim ose një kaje tjetër luftës së pastër të OÇK-s, siç e dini baba jam është veteran, milionin vesh as nuk ndëgjon, ka bojt armë në vazhdimsi. Një intervistë A dihet kontributi familjes suaj, dihet publikisht? Një intervistë vetëm po du mund ta ndërlidh, një intervistë e babës tam në një televizion, momenti kur është bërë atentati i familjes Jashari ose 3 ditë që ka zgjatë, baba jam ka qenë i vetmi, bile ka thonë në një televizion publik, vetëm ky gjesht ka gjujt mbrojtjet atyre. Thot jam gjallone, le del dikush që e ka mbrojt. Me këto po du mund ta dëshmu dhe ju vetëm ty po gjithë e din që UÇK i vërtet, ose UÇK heko që erdhën pikërisht Adem Jasharit e familja Geci, kështu që e kanë keq interpretu, pa ja kipi një llu se UÇK nuk është e vërtet. Mirë po te pjesa për energjinë, mendoj që s'është e rëndësishme. Por nëse s'është të rëndësishme te pjesa tjetër për energji, atëherë te pjesa e vlora që takut, një deklaratë që pat dhe sulmet, apo si më ju keni qenë ato dini më së miri se nuk është ndëgjuar gjithçka. E vërtet. Domethënë në momentin që kam shkuar në seancë, e kam dëgjuar më një herë një deputet PDK-s që s'ka të bëjë kurrë me Hashim Thoqin, aja seancë nuk u kushtu për Hashim Thoqin, ai dole dhe foli, po dridhni, po kthehet Hashim Thoqi, ju kanë i dridhnë të mbark e gjona të tilla. Edhe në momentin që e kum dëgjuar ato fjalën, e kum repliku, domethënë që nuk është u dridh kërkosh, nuk ka të tut kërkosh, edhe nëse kthehet, kam thonë, edhe thamë edhe sot se s'ka kurfar ndikim ose kurfar kredibiliteti figura Thoqit përballë kryeministrit Kurti. Ndërsa po ka pas zëra jashtëzakonisht shumë sepse opozita në këtë rast gratë nga PDK-ja, sidomos femrat, gratë në këtë rast, kam pas presion të jashtëzakonisht madh sepse nuk kam dëgjuar kur gjë kanë bërtit në vazhdimsi, më kanë ofenduar në mënyrat më tolta, gjë që nuk janë dëgjuar ato. Momentin që e kam përfunduar fjalimin, domethënë ka qenë një moment që unë personalisht nuk kam mujt mi përmbajt veten, sepse jam jashtëzakonisht i përmbajtur, edhe kam thonë me një term, gjë që nuk mendoj që është i mirë, nuk u kon i durri, nuk u kon i përshtatshëm. Unë i kom kërku falje ju arsoj personalisht, po i kom kërku falje votuesve të mi që kom ra nivelin e soj të saj. Edhe saj përket... Po do të thotë, edhe normal, dush mi kërku falje, edhe Vlora Qitaku, pa më parasysh pozicionin e saj. Vlora Qitaku nuk më ka kërku më falje, sepse aja e para në vazhdimsi më ka ofendu me 3-4 termat ndryshëm, edhe nuk kom pas arsye në me kërku falje, pavarësisht se disa media kanë keq interpretu, kur jam afru me pyet diçka, pastaj te sa i përket Vlorës, si e dini vizitën e saj skandaloze në Beograd. Në mënyrë individuale, unë personalisht Beogradin e kom po vetëm në hartë, asnjëherë nuk e kom vizitu, as nuk e vizitoj. Vlora Qitaku ka bën shkelje flagrante sa i përket politikës kosovare. Vlora Qitaku nuk mund të më nashit as moral politik, as moral njerëzor. Siç e dini, Vlora Qitaku e ka votu gjykatën speciale për arrestimin e Hashim Thoqit në Hag. Vlora Qitaku ndryshon mendimet varësisht interesave të saj personale. Po shumica e deputetëve kanë votuar gjykatën speciale, domethënë, edhe nga radhët e PD-s. Po, gjithë. Vetëm Ganimeti Muslima Saadi nuk e ka votu, për që ta dhe po thamë. E sa i përket, se po thamë mos më nashit moral, Vlora Qitaku, një kolege, ish kolege në Kuvendin e Kosovës, momentin që ofendu në mënyrën më tolt deputeti Adriana Matoshe, ka një kryetari i komunës që është në partinë e saj, e ka quajtur me një term aq banal, aq tolt, nuk e ka mbrojtur, nuk ka fol. Pastaj e kemi edhe rastin më të rënd, rastin më trishtues, më të mërshëm të Kadri Veselit drejt Albulina Haxhiut në atë kohë, edhe nuk u bë buj kaq shumë. Se di pse çka ndodhi kështu që kaq shumë më ofendu në këtë mënyrë, ku nuk më ofendu, so kanë ofendu ata. A mendoni se qytetarët po marrin informacionet e mjaftueshme dhe të drejta lidhur me këtë çfarë po thoni ju? Po mendoj që po. Këto që po thamon, kjo është e vërteta dhe kjo njerëz që e dinë që kanë qenë prezent ato e dinë që kjo kështu ka. Sepse e di që ka me pas e dim për përvojët që kemi si gazetar dhe moderator këtu në Zvicër, ka me pas polemika, ka me pas
fjalë, komente ndryshme për mënyrën, unë i them ata që i ke marrë në intervistë se cili jep përgjegjësi për deklaratën e tij. Si deputet i arshëm, cili është mesazhi juaj final për diasporën shqiptare në Zvicër dhe në përgjithësi, po edhe për qytetarët e Kosovës, një mesazh që i te kalon disa fjalë që thuhen në nguti. I falenderoj përzemërsisht edhe një herë në emrin tim personal për përkrojen që më kanë jep. Pastaj mesazhi tjetër është, me sa e di unë, vetëm dje kam takuar 5 vetë që kanë jetu, janë lindë dhe janë rrinë në Zvicër, cilët kanë investuar dhe po jetojnë në Kosovë. Le të na përkrojnë ende, le të vazhdojnë deri në realizimin dhe implementimin e plot të kryeministrit Kurti, sa i përket programit të kryeministrit Kurti, sepse mendoj që në të ardhmen ju të largët, një pjesë e madhe e mërgemtarëve do të kthehen të jetojnë në Kosovë. Fatos, faleminderit shumë për sinqeritetin tuaj, faleminderit që pranova të ishit pjesë e emisionit të intervistës këtu në televizionin Syri në Zvicër. A keni diçka më shtu? Faleminderit Ose shumë. me thonë për fund? Faleminderit shumë për ftesën. Ishte kënaqësi. Për fund ju baj thirrje gjithë shqiptarëve të shfrytëzojnë të drejtën legjitime për të votuar numrin 116, kryeministrin Albin Kurti, po ashtu edhe numrin 96 mos më harro. Cili është numri juaj? Po, faleminderit. Atëherë, faleminderit shumë, shpresoj shikues tanë janë do të kënaqur me atë sa kemi pas mundësi dhe ku nxjerrëm nga kjo intervistë, shpresoj që mos jetë e fundit me Zotin Gecin dhe pas zgjedhjeve ju ftojmë edhe një herë publikisht që të vini të japni intervistë më detajue dhe më aktive, të keni kohë më shumë. Për shkak se kohën, sidomos që po vini nga Kosova, po keni shumë të kufizuar. Me vërtet. Faleminderit. Shikues nderuar, faleminderit shumë për vëmendjen, shpresoj të keni kaluar mirë dhe të kemi dhënë ato që ju e keni dashur nga Fatos Geci, sepse keni qenë kërkues të mëdhej për një intervistë të tillë, jo vetëm në televizion Syri, por në shumë media të Kosovës. Të nderuar shikues, faleminderit shumë që na ndoqët, deri në takimin e radhës, miru pafshim.